Jo, tash, ama kjo është tash shumë vonë që po flasim. To ka qenë dasht me i folë, kishim pas në shtetë, në Akademia e Shkencave para se me vendos. Ata ka qenë dasht me lanë përqimin, a me votu, a mos me votu. Me tu bashin ndërkombëtare, qka po donë, jo me marrë ka 2-3.000 euro, 20 vite ka 20, mos me budzu as fjallën me qelë, ka qenë ata me tu, qka e qyshe tek, e me në të regu për pare se mu nisna, për pare se mu akuzuna, me në të regu qysh mu gjetna, me në thirë, me në majt, doshta me në majt ligjarata, me muj, qysh me mbrojt. A jo neve me në fut masanire, tash ju një fajt, në kretu që ke, s'kemi 10 fakultet në shkollë. Kretë djemë të ishtë burgosërme, ishtë ekzekutume, ishtë vujtë me ekë fukarat, që s'kemi pas edhe Akademia Shkenca. Edhe tash na po dojmë përgjesh para uve, jo, ka që dash me na përgatit. Ata 17 vite në kalion pas një financim, 34 vete kanë bo vetë frasje. Dhe masanire tash ju jeni fajtor. Po qka din a ju shtari u që këtë s'ka 4 vjetë shkollë, qka me thonë atje, qka me lip atje, e kanë marrë gjykate speciale dhe qka me thonë, qka ka me thonë, qka din me thonë. E vërtet. Qka din me, ka qenë dasht me në pregadit. Pregadit, pare se me shku atje. Akademia Shkenca të ke fundin për që punësh. Gjitha ato e universitetet, gjitha ata profesor doktora, gjitha ata për marrën rogët, tash jo, vala u qakaja ka qenë dasht me në shëru. Për dëgjoj do hajvana ju, po sa të keni vra populatër, që se keni mbrojt populatër. Po qka ka prita e me 14.000 forca të regull të policore edhe ushtarake gjatë lufte që ka pas Serbia këtu në Kosovë. Me 10.000 ushtartë na mi siguru populatër, a i shpijune me shku me shpijunu ati edhe na jemi fajtor pastaj. Ma jo, bër lej pariza zotit, se krejt kundër luftës është punu. Edhe gjatë organizimit luftës, po dhe mbas organizimit luftës ma... Ska fjallë. Edhe po vazhdan më punu. Edhe po vazhdan më punu. A janë dhe sot dhe kësaj dite, ma shumë të po rizikohen njerës të uqekës, njerës të lirisë. Nuk e dojnë njëri, ata 70.000 që janë konë u të basha, ku me ditë sa djeme një pa janë Rankovicit e Sat Miloševićit e sa shpijune, ata nuk e dojnë nuk e dojnë shtetën e Kosovës. Basanas, dhe ishta mund dole atë një pikë shumë interesante, që ka me ndani për, që po thotë, edhe një shpjestari UDB-s që realisht ka dole në për media të publikisht që ka bashkëpunu me UDB, një ka dole edhe mojdat që utë në Zemblaca, po fliti se ka me qenë dëshmitar në gjykatën e August. Qka me ndoni e për? Qëre, që normal është, po të përgjit në këtë pyqë, ma dhe po këthejna se e ceku një temë shumë ndishme nderuari këtu. Po naturisht, që... A ke dëgju që ka me qenë? Prokuroria, jo nuk kom dëgju të thëmë drejten, mirë po kom dëgju për mes portaleve të ndryshme, edhe se prokuroria i mangë këtu për dosjet e veta, i mangë normalisht nuk i ka publike, kush ka do të shkoj si dëshmitar i prokurorisë. Përvini që është dëshmitar i mbrojtër? Ata në mbrojtër faktikisht nuk dalin me emra, nuk dalin me mbi emra, njerës masa nuk mundet me i pa, mirë po është mase sigur të dishme që prokurorisë i intereson nëse ka njerës figura që ka qenë i nderuar i din ma mirë se gjdo kur, se ka qenë vetë në bazë, ka qenë ushtarë vetë, ka drejtu ushtrinë shqiptare Kosovës, që nëse një ish ushtarë, thëmë drejti nuk e di këtë aspekt, si ka shkuar, del edhe paraqitët si dëshmitar i mbrojtër apo kundër pjesëtarëve të shqiptare Kosovës, atyre ju interesën edhe shumë është do me thënës për ata. Po e ka qenë edhe pjesë e luftës e s'ga bëjnë, në Zemblaca? Nuk e di, po, ka qenë punëtori i Shikut. Mere me men, do me thonë... Ka qenë punëtori i Kadri Veselit. Që ku ka deportu tash, për shembull. Ka qenë me të vërtetave që ka thonë, sa i ka thonë asë njerës? Unë nuk e di, tash... Kadriu ka thonë asë njerës ka qenë? Ai kryesisht paraqitet që ka qenë punëtori i Shikut, tash. A u kona se kona, tash, a do me të regu dhe Kadriu, as do me... Jo, ka pas thonë që së konë. Nësë është... Unë nuk e di, ama po të reguaj që ajë si punëtori Shikut të paraqit. Do me thonë, prokurorisë, a i intereson shumë, që nëse, po supozojmë, që une nuk besoj, nuk gëzoj me besu, edhe besoj çdo shqiptar që ja dënë të mirën këti vendi, këti kombi, që ka respekt ndaj ushtarëve, ndaj dëshmorëve që sot na i furum lavde, histori, për shlerimin e tyne, për sakrificën e tyne, për të mirën që na sot e gëzojmë, që
ish ushtar, i ushtrisë trimtar Kosovës të del dëshmitar i prokurorisë kundër pjesëtarëve të ushtrisë trimtare të Kosovës. Ka pas raste kemi po. Domthon kjo për mua faktikisht është e papranueshme. Nuk janë ata ushtarë që kanë luftuar për shërimin e Kosovës. Nëse domthon vetëm ata janë të delegumit të dikujt e atëherë. Po, cili tash. Per ata po nuk gëzojmë besu. Po thotë që ata që kanë ndodhur kundër Hashim Thaçit. Po tash jo çfarë dalë kundër Hashim Thaçit. Unë mas parë jam ushtar i Hashim Thaçit, e po kupton. A ka qenë përfaqësues politik jam, ka qenë komandant mas vdekjes Adem Jasharit, ai ka udhëheq luftën, çysh e ka udhëheq. As si përfaqësues politik, po ata të tretë të katërt e kanë vendosur çështën e luftës. Tash nëse dilet kundër atij. Unë nëse dal kundër Hashim Thaçit, duhet me dëshmu që unë jam i tij. Atëherë unë duhet danona. Për mos mu dano unë duhet me qenë bashkëpunëtori gjykatës speciale, apo kupton? Me tregu unë edhe unë mu liru. Edhe atëherë do të bana im shef, nuk do ta tregoj emrin tim, identitetin tim, nuk do ta paraqes. Është dëshmitar i mbrojtës. Është dëshmitar i mbrojtës edhe. E këta që kanë dalë hapur? Jo, ata që del hapur duhet mas pare duhet më gjeku mu, qëfëse unë për shembull qëfëse qysh mi kanë qitë ato dokumentet mu, t'ishim paraqit ai dokument është duhet më dëru gjykatësit ata prokuror që unë kam thënë, qëfëse dëshmojnë, qëfëse nuk e dëshmojnë që unë e kam thënë, duhet më dënu ata, qëfëse nuk e kanë bë ata, kanë bë prokuror tash edhe jo gjykata mrande, prokuror mrande duhet më dënu dikush, se to se ka thënë kërkush. Une me dëshmu si ushtar, që unë e kam bë ato krime, kush jam unë mos më dënu. A dini që ti... Pra po thu që këta që janë kundra Hashimit janë kundra vetës. Një spjegim do me tërgu. Gjatë kohës sa kam qenë komandant, një shqiptar, një Raovecian, ka qenë kushim me një shkab, me një serb, të Raovecit. Ai serbi Raovecit ka bo krime në krushet madhe dhe ka marrë Rakovicën një familjes të cilët shumica e familjes janë ekzekutu. Janë ndjek shtëpi, janë krejt, ka marrë Rakovicën a i shkabve dhe ka qenë Raovec. Mirë po gjatë kohës kër mi këthi na, a i ka qenë dasht me ik, ja ka lënë Rakovicën shqiptarit. Gjitë, kush i jesë ty? Për me bo sharë, me mitë dikush ato. Dhe mas 3-4 ditëve, kam pas ushtarë dhe të Krushës, vinë ushtarë të Krushës edhe më informojnë të komandant, një shqiptar, Rakovicën e Filanit, që kanë mitë familjen e kanë mitë, krejtë të të kanë ekzekutu. Po ha i ka qenë e tje ka marë, pas ka vra shqiptari, shqiptarë atje për me marrë Rakovicën. Jo, ka dale mos e tut nëse s'është e mundshme, nuk ekziston tash mundësia. Kam qu 2-3 herë, ka 3 ushtar me Alip që të Rakovicën, se ka dhonë. Herën e treti kam qu 3 ushtar me reje, kam bo dhomë, ja kam thile dur të dhe kontë. Qështu zhak ka shku në traktor, ka lemru në këforin. Ka arë këforin, për rastin e shqiptarit, këna në kam bloku krejt komandën. Krejt brigadën e kanë rëthu, tesa një kanë marrë ata.